Përshëndetje gjithëve. Mirë se vini në kanalin tim në YouTube channel. Unë jam Linda dhe kjo është dritarja informative krijuar Enkas për shqiptarët e diasporës kudo në botë. Kam intervistuar zëra nga të gjitha krahet e partive politike për të pasur zërat e tyre, për të pasur premtimet e tyre në këtë platformë në mënyrë që të jemi vëmendshëm të pas zgjedhjeve se çfarë do ndodh më tej, nëse do mbahen këto premtime apo jo. Dhe sot u kam kënaqësi që të realizoj një intervistë me një përfaqësues nga diaspora shqiptare i cili garon në këtë zgjedhje. Ai është bashkuar Partisë Demokratike, pra në listat e Partisë Demokratike për qarkun e Tiranës, zoti Edhem Aga. Përshëndetje dhe mirë se erdhën në podcastin tim, zoti Aga. Faleminderit, ju falenderoj përzemërsisht për ftesën tuaj, që ishte shumë e shpejtë, por shpresoj efikase. Patjetër që po. Jam kurioztare pasi po lexoja rreth profilit tuaj gjërësisht dhe po shikoj që ju keni një background dhe një karrierë të spikatur në fushën akademike dhe të biznesit dhe prej 35 vitesh keni jetuar dhe kontribuar në shtetin e Francës. Përse zgjodhet pikërisht për të garuar në këtë zgjedhje, zoti Aga, për t'ju bashkuar Partisë Demokratike? E si që tha dhe ju, unë kam jetuar 35 vite në Francë, në Paris, jo shumë larg Londrës, në ndanë shumë pak kilometra midis dy kryeqyteteve më të vjetra dhe edhe më të bukura të botës dhe të Europës në përgjithësi. Unë jam larguar nga Shqipëria gjatë regjimit komunist, donc jam futur me valën e emigracionit, valën e parë të emigracionit në korrikun e vitit 1990. Në atë kohë ishte akoma regjimi komunist që ishte në Shqipëri. Kam arritur në Francë në 14 korrik 1990. Ju a them këtë se është një fakt shumë interesant, është festa kombëtare e Francës, dhe që prej 35 vitesh kam punuar, studiuar, dhënë edhe mësim si profesor, edhe rikthehem 35 vite më pas në Shqipëri. Mund të njemi pak me historinë tuaj të emigracionit, para se të kalojmë tek situata aktuale dhe karriera tuaj aktualisht. Jemi kurioztar sepse ju jeni pjesë e diasporës shqiptare dhe dihet që tashmë diaspora shqiptare ka një vëmendje shumë të veçantë dhe duhet kuptuar realitetin e diasporës shqiptare, intelektualëve shqiptar. Si ka nisur rruga jote e emigracionit dhe cila ishte arsyeja që ju lat Shqipërinë? Atëherë, arsyet e mia janë absolutisht politike. Jam larguar nga Shqipëria, si që a thash, kur regjimi komunist ishte akoma këtu, në këtë vend. Jam larguar si refugjat politik. Unë u largova jo sepse kisha uri, por sepse kisha dëshirë për liri. Edhe kjo është pika e parë. Kam arritur, si që a thash, në vitin 1990, në korrikun në vitin 1990 në Francë, dhe atje kam studiuar, punuar, kam krijuar jetën time, edhe jetën time private, biznesin, akademike, politike, edhe jam rikthyer sot në Shqipëri. Sa e vështirë ka qenë jeta juaj si emigrant dhe si një intelektual në kërkim të karrierës dhe mundësive të reja profesionale në shtetin e Francës? Si të gjithë emigrantët e shqiptar që janë larguar, ka qenë një jetë e mbushur me plot problematika, doja të thoja, ose me plot edhe me gëzime, sigurisht. Për shembull, në fillim ka qenë një vujtje jashtëzakonshme, largimi nga Shqipëria, si edhe vujtjet e familjes time, e prindërve të mi që i kisha lënë në vendin tim në Shqipëri, frika të cilët sistemi komunist i akoma në fuqi në atë kohë mund të shtote një presion edhe mund edhe t'i largonte nga vendi, nga shtëpia e tyre drejt atëherë si quheshin i surgjinosnin. Këto ishin vujtjet e para. Pak e nga pak fillova të mësoj gjuhën frënge. Unë në vitin e parë, vitin e dytë jetës time, mbarova ekvivalencën e diplomës time si inxhinier agronom, edhe fillova shumë shpejt të punoj si profesor në një universitet në Francë, në Kolegjin e Europës, Collège de l'Europe en français, atje që kam punuar për gjatë 2 viteve. Më pas jam larguar nga pjesa administrative, duhet të them, nga pjesa si profesor, edhe kam filluar punë në sektorin privat.
në sektorin privat në një fushë të cilët ishte shumë pak e njohur për mua, ishte fusha e golfit ose golf course, thoni ju anglezët. Dhe kjo ishte për mua kur më thanë që ti e tem do të punosh në golf, I thash golf ç'është golfi? Golfi persik e kisha unë, nuk e dija fare ç'ishte as si lojë, as e kisha imagjinuar ndonjëherë jetën time që unë do të punoja në fushat e golfit e do të punoja në këtë domen që quhet në frëngjisht. Po shumë shpejt u adaptova si shumica e shqiptarëve faktikisht që adaptohen në përgjithësi me një shpejtësi të jashtëzakonshme edhe kur e ke qejf edhe dëshirë diçka, mendoj që është më e lehtë që të bësh karrierë. Zoti Aga, ne jemi kurioztar për të njohur, sepse një figurë e re që kandidon në këto zgjedhje dhe sigurisht një figurë me një background shumë të gjerë, me një karrierë të spikatur, ti e ke ndërtuar tashmë karrierën tënde në një shtet si Franca dhe ke zgjedhur për të bërë një ndalesë tani në karrierën tënde dhe për të kthyer gjithë vëmendjen tënde drejt Shqipërisë. Si ka qenë marrëdhënia juaj me Shqipërinë për gjatë këtyre viteve dhe si jeni ndjerë realisht ju si një emigrant, si një intelektual, më trego pak raportin me Francën, si një emigrant dhe raportin me Shqipërinë për gjatë këtyre viteve. Atëherë, pikë së pari, unë si shumica e emigrantëve, nuk e kemi humbur kurrë lidhjet me Shqipërinë, me tokën mëmë. Kjo ka pak njerëz që e humbin këtë lidhje faktikisht. Në Francë, unë kam një karrierë akademike, karrierën time në shumë fusha, po edhe në politik. Këtë karrierë, unë ja kam bërë pyetjen vetes disa herë. Kam thënë që, ore, ku jam më efikas, ku jam më I domosdoshëm, në Francë apo në Shqipëri? Edhe si përfundim kam dalë në atë që I kam thënë vetes që e them, duhet shkosh në Shqipëri, të rikthesh shpresën këtyre njerëzve, t'ju tregosh historinë tënde të emigracionit, si edhe të arritjeve që ke bërë në atë vend, edhe që t'i krijohen kushte të rinjve, për shembull 23 vjeç që isha unë në atë kohë, që Franca mi ka dhënë të gjitha shanset që unë të bëj karrierë. Nuk ka ardhur njëri të më ngacmoj për taksa, apo presione të tjera. Këtë gjë kërkoj unë me rikthimin tim në Shqipëri, që në qeverisjen e ardhshme të Partisë Demokratike, që e shpresoj dhe e kam bindje që asnjëri mos të shkojë dhe të bezdisi njerëzit si përmarrësit e ri, edhe të rinjt, fëmijët do të them, mos largohen nga Shqipëria. Ose mund të largohen, të marrin një eksperiencë edhe të kthehen më të fortë në vendin e tyre, të krijojnë begati në vendin e tyre. E dini që është unë gjatë një muaj e gjysmë që bëj një fushat intensive, kam takuar me qindra e mira njerëz. Histori nga më të ndryshmet, edhe nga më prekset, shtëpia bosh, njerëz të larguar, familje të larguara. Në vitin 90. Për realitetin në Shqipëri, apo jo? Për situatën... Po, për realitetin në Shqipëri, absolutisht, për realitetin në Shqipëri. Realitetin në Shqipëri është I hidhur 12 vjet regjimit të Edi Ramës, regjimit të Partisë Socialiste ose të Rilindjes. Ky regjim ka larguar 1.200.000 shqiptar nga Shqipëria. Është zbrazje e Shqipërisë. Prandaj unë I bëj thirrje diasporës. I bëj thirrje diasporës që të votoj për ndryshim, për rotacionin politik, është jetike për Shqipërinë. Ky moment është jetik për Shqipërinë. E ndodhemi në një udhkryq, o sot o kurrë. Gjithë këto njerëz që janë larguar 12 vitet e fundit, jo sepse kishin uri. Këto njerëz janë larguar sepse mungonte liria, eksaktësisht si unë që jam larguar në vitin 1990, sepse shqyqur Zotit edhe Shqipëria I ka kushtet që një njeri të ushqehet edhe të punoj, por ato ndjejnë një farë shtypje. Prandaj largohen, nuk gjejnë shpresë faktikisht. E qartë. Doja t'ju bëja një pyetje në fakt për sa I përket akuzave që ka bërë zoti Rama kundrejt Partisë Demokratike dhe konkretisht ndaj zotit Sali Berisha për sa I përket ngjarjes së Gërdecit dhe 21 janarit. Si shikoni këto akuza? A ndikojnë këto në mënyrën e perceptimit të votës së shqiptarëve për këto zgjedhje?
Zoti Rama ka një shprehje në Francë që thotë që il faut balayer devant sa porte. Do thonë që duhet që të fshi para derës vet para se të bëj kritika për 21 janarin apo për Gërdecin, siç thoni ju. 21 janarin, me sa di unë, një nga eksponentët të cilët Edi Rama e kritikote fillimisht e ka zgjedhur kryetar bashkie dhe kandidat për deputet. Këto gjëra, këto historitë e Edi Ramës nuk pinë më ujë. Unë do t'ju them që Edi Rama është njeriu më i papërgjeshëm nga politikanët shqiptar edhe në gjithë botën. Një njeri që nuk ka pikën e përgjegjësisë, një njeri i cili thotë që mu më hajnë dardha, moll, kumlla apo fiq poshtë mbrapa shpinës. Gjoni zoj, këtit njeriu i haj në dardha mas shpinës. E dini ju sa kushton 1 kile dardha që ja hajnë Edi Ramës këta? 130 milion euro. Në incineratori i Tiranës nuk është vur një tull e vetme. Edhe janë paguar 130 milion euro. E dini ju që në Francë po të ndodhte një gjë e tillë, apo në Londër, jo më kryetari i Bashkisë Londrës që do të fshiheshe një herë për gjithmonë nga jeta politike, por edhe qeveria e Anglisë apo qeveria e Francës, Italisë apo të gjithë vendeve përreth nesh do të jepnin dorëheqje në mënyrë imediate. Pra këto janë njerëz të papërgjegjshëm. Nuk kanë asnjë lloj përgjegjësie. Pra, prallxat e tipit që Sali Berisha ka bërë këtë apo atë para 20 viteve nuk funksionojnë më për mendimin tim. E qartë, të flasim pak për diasporën shqiptare, duke qenë se është një komunitet që po rritet gjithnjë dita ditës, dhe kemi parë edhe këtë fenomenin e emigracionit të jashtëligjshëm, ku shumë shqiptar ndjekin forma rrugë nga më të rrezikshmet për të kaluar, për të larguar nga Shqipëria dhe për zgjedhur një vend që ofron mundësi më të mira për jetën e tyre. Si e shikoni, si e keni parë këtë fenomen përgjatë këtyre viteve dhe a do ketë diçka Partia Demokratike në plan projekt të saj për të ndaluar këtë fenomen apo për ta përmirësuar, për t'i thënë stop emigracionit të jashtëligjshëm? Pyetja juaj është fantastike. Gjatë gjithë këtyre viteve, ne që jetojmë në emigracion, e kemi parë edhe ecurinë e emigracionit. Është e dhëmshme. Është një dhëmshuri se si, për shembull, unë nga Franca shifsha emigracionin që vite në Lyon, njerëz rrallë pafund me pjata në dorë, të cilët ju jepnin një luk supë. Është pikolluese, por edhe më shumë. Nga Franca, nëpërmjet kamionëve u largonin drejt Anglisë. Shifshim njerëz të vdekur, të ngrirë nëpër kamion. Është një pikollim jashtëzakonshëm kjo. Është një diçka megjithënë shumë prekse. Shpirtërisht po ja them që është prekse. Ka shumë shqiptar që e kërkojnë largimin dhe përdorin këto forma, le të themi, të emigracionit të jashtëligjshëm dhe shumë të rrezikshëm për të larguar. Kjo ka 12 vite vunit, si që a thashtë pak më parë, janë 1.200.000 shqiptarë, pothuajse 100.000 shqiptarë çdo vit që largohen nga Shqipëria. Edhe sa më shumë t'jenë, aq më shumë histori prekse ka edhe dëgjojmë. Pra, Partia Demokratike ka një platformë të mirë punuar. Partia Demokratike i bën thirrje emigracionit edhe diasporës shqiptare që të vinë në Shqipëri edhe të investojnë në Shqipëri. 5 vite pa asnjë pikë takse. Njohja e diplomave në vendet e tyre. Pa asnjë lloj burokracie. Si edhe lehtësimi i dhënës banesave ose marrje një kredive të buta, duhet të thoja, për strehimin e tyre. Edhe kjo është një nga pikat e Partisë Demokratike. Pse mendoni se Shqipëria mallështore do sjell ndryshimin dhe a duhet të besojnë shqiptarët e Shqipërisë dhe shqiptarët e diasporës tek të njëjtat figura të vjetra politike? Viti 2025 do të jetë viti i diasporës. Për mua, ndryshimin në këtë vend, rotacionin politik do ta bëjë diaspora e Shqipërisë. Diaspora shqiptare e cilë ndodhet në vendet përreth në gjithë botën. Dhe unë këtë kam besim.
besim kam tek diaspora. Tani, të tjerat, ne i dim blera e votës në Shqipëri, që është një fenomen i rrezikshëm. Trysnia e cila i bëhet njerëzve në Shqipëri, biznesit, administratës, por edhe pensionistëve. Ka një trysni të papar. Unë jam në fushat prej një muaj e gjysmë. Unë e shoh që njerëzit janë të friksuar. Bires gjej rastin që t'i bëj thirrje, mos u friksoni. Bëni njerëz të guximshëm. Kërkoni rotacionin politik. Edhe nëse qeverisja e Partisë Demokratike është një qeverisje e keqe, e them me bindje, hidheni poshtë. Me qartë. Është diskutuar dhe mosha e ish kryeministrit zotit Sali Berisha në këtë zgjedhje. Mosha politike apo mosha biologjike, sepse ka dy gjona. Unë them që mosha është një eksperiencë. Dhe zoti Sali Berisha është i zgjedhur në mënyrë demokratike nga antarët e Partisë Demokratike. Dhe është i vetmi kryetar partie që është zgjedhur me votën e antarëve. Po të shohësh, qoftë Edi Rama, qoftë partitë e tjera politike, janë inekzistente në zgjedhjet e tyre. Edhe mosha e Sali Berishës për mua është një diçka pozitive se sa një diçka negative. Mendoj që edhe gabimet të cilet ai ka pranuar janë një diçka doja të thoja që mund t'i shërbej edhe në qeverisjen e ardhshme të tij. Për shembull, problemi i pronave. Sali Berisha thotë që e ka pengun e jetës rregullimin e problemit pronave. Edhe mendoj që do ta bëj. Ka një diçka. Zoti Sali Berisha në momentin që zoton diçka e bën. Është njëri i fjalës zoti Sali Berisha. E qartë. Si do jetë marrëdhënia juaj me Francën më pas, nëse ju do keni një mandat deputeti në Kuvendin e Shqipërisë? Marrëdhëniet e mia me Francën do të jenë marrëdhënie të një, doja të thoja, të një ure midis Shqipërisë dhe Francës, midis grupeve parlamentare franceze. E them këtë sepse është parlamenti dhe senati, si edhe grupit ton parlamentar. Unë mendoj që janë një vlerë e shtuar në këtë pikë. Relacionet e mia personale, diplomatike dhe politike që kam me Francën janë shumë interesante dhe mund të hynë në punë vendit tim Shqipërisë. Ne mbyllim këtu bashkë. Unë ju falenderoj shumë dhe sukseset më tejshme në rrugtimin tuaj dhe në zgjedhjen tuaj që keni bërë për të angazhuar totalisht në politikën shqiptare, për të kontribuar pikërisht në Shqipëri. Faleminderit zoti Aga. Falenderoj gjithashtu dhe shqiptarët e diasporës që po na ndjekin përmes kësaj lidhje virtuale, përmes kësaj lidhje Skype, dhe mos harroni të bëni subscribe në kanalin tim në YouTube channel.